Oj, po fëmirë. Valoj, krejtë si me kom vlozën më dëmë. Oj, po fëmirë. Merë së të në sama në zëjtë. Pa një, nga pa tani. Sholt bajgërës, në dhe dhjë shtetë oska honë. E gjia pa të zërë. A përgjeni që aty me plisa. Valoj, krejtë si me kom vlozën më dëmë. Kështu, të moj menë në një të bim. Pa dosh me mu afru ofër. Që mu ishin menojnë të projës më ishin. Për zotin, adhe më patë që ditë. E kur kem me një fshatë Suarekës, me një vend një odë, ro puna që është njeri i fortën. Edhe unë i kum ditë që jem dy llojt fortësis karakterit. Një që dhojnë i fortë si guri, pra si guri në natyrë, i fortë si natyra, si shkombe, si guri, që është në vend vetë e aty peshon ranë, edhe tjetra i fortë qelik, sikur hekuri që ftof e nëzej e rreh kur është nëzet e kalitët. A vëdhe, dhe më dhonë qashtu, se prej hekrit të rrej hekrin bëhet qelik. Pra kjo është i fortë si qelik. Pa dhe shkëndo në lojën. Në përmjet kalitjes e kjo është industria edhe farkataria. Dhe më thonë, nuk është natyra sa është njeri në shoqëni e në ekonomi. Ajo i fortë si guri është natyra, i fortë si qeliku ma shumë industria. Po, kur shkova që atjen qatë katun Suarekës të rondës, aty një plak i moqëm. Aty më tha, është edhe një verzion tjetër, tha, edhe një mënyrë tjetër, qysh njeri është i fortë. Mos e desha. Në këtë fushatën e zgjedhjeve të nomë shkurtit. Tha, i fortë, jo siguri, i fortë, jo qelik, po i fortë rëp. Me dhja është i fortë rëp. Që mu ishin me largu, me shtyt rëvroja në Faleminderit shumë e tash pja kale fjallin Armendit, po kjo e kolli live. Jo bashkë mirë edhe për juve, edhe për muhe, na duhet me shku me tërvistar se kanë ardhur bashkatdhetar për me votu nesër e jenë të më naprit me një restorant. Po m'vjen keq që... O, rima kriministër! Ata kanë ardhur, disa kanë ardhur dje e disa kanë ardhur sot për me votu nesër.